4 persona kanë humbur jetën si pasojë aksidenteve të trafikut që kanë ndodhur në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 10 të tjerë janë lënduar në aksidente të ndryshme të raportuara nga Policia e Kosovës. Një aksident me fatalitet ka ndodhur në fshatin Slivov të Ferizajit, ku 2 vetura janë përfshirë në përplasje dhe si pasojë një mashkull kosovar ka humbur jetën. Vdekja e tij është konstatuar nga mjeku kujdesar, ndërsa rasti po hetohet nga autoritetet. Një tjetër aksident tragjik është regjistruar në fshatin Dolc të Klinës, ku drejtuesi një veture dyshohet se nga pakujdesia ka dalur jashtë rrugës duke pësuar lëndime vdekje prurse. Në këtë aksident janë lënduar edhe një femër dhe 3 meshkuj kosovar. Trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Po ashtu në fshatin Dobërlluk të Vushtrisë, një person ka humbur jetën dhe 5 të tjerë janë lënduar si pasojë një aksidenti ku përfshin 3 automjete. Të lënduarit janë dërguar për trajtim në QKK, ndërsa trupi i viktimës është dërguar për obduksion. Ndërkaq një tjetër viktimë aksidenteve ka ndëruar jetë në QKK pas disa ditësh trajtim mjekësor. Bëhet fjalë për një person që ishte përfshirë në një aksident trafiku më 7 maj në rrugën nacionale Mitrovic-Prishtinë në fshatin Sremkonic të Vushtrisë. Përveç rasteve me fatalitet, policia ka raportuar edhe aksidente me lëndime dhe dëme materiale. Në fshatin Prekall të Istogut, një femër ka pësuar lëndime trupore pas përplasjes së 2 veturave, ndërsa në rrugën Hysen Rexhepi në Prizren janë raportuar vetëm dëme materiale pas një aksidenti mes 2 automjeteve. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 4 aksidente me fatalitet, 19 aksidente me persona të lënduar dhe 39 aksidente që kanë shkaktuar vetëm dëme materiale, thuhet nga raportet e policisë së Kosovës. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.